Nuk kam me ide çka është as po di, besoni. 14 veç ju mundi mi këqyr këtë dokumentat atje, ajo është bo me kësi ekspertize, me se nuk ka. Pytnin nga dastër janë shënimet, s'ka mund të me thonë naj diçka që me thonë të antiligjore janë. Për ta sqaruar dhe me tutje këtë situatë, kemi ndjekur edhe aktorët e tjerë. Hapja e radhës që kemi bërë është se kemi kontaktuar personat që janë përfshirë në procedurat e shkëmbimit të pronës. Ish drejtoreshën e kadastrit Afrodita Lame, si dhe normalisht ish kryetarin e Gjakovës Palekaj. Ish drejtoresha e kadastrit Afrodita Lama tha se ajo ka nënshkruar procedurën vetëm pasi që është trajtuar nga ekspertët sa i përket shkëmbimit të pronave. Po më intereson me ditë pse fillimisht është bërë ndarja e parcelës te tregu ditor. Për shkak se aty ka qenë një parcelë, domethënë komplet, ku ka qenë tregu, ku është hala, aty bëhet ndarja e parcelës. Fillimisht pse është bërë që ndarja? Po, ajo është bo tek vitin 2013. Po, në 2013, po. 14 veç ju mundi mi këqyr këtë dokumentat atje, ajo është bo me kësi ekspertize, me se nuk ka bo strikt prej me, është kry ekspertiza, në bas të ekspertizës është bo me kolegium, nuk është që direkt unë e kom bo. Mirë po, është marrë vendimi përmes kolegiumit edhe është përcaktu. Po, arsyeja po mendoj, arsyeja pse është bërë ndarja e parcelës? Po, ajo ju ka marrë ajo pronë, aty për qëllime për interes publik, do me thëmë kërë o bërë rreth rrotullimi, edhe desh me ju kompenzu. Jo, do më thonë, kërë është bo kompenzimi... Po, kërë është bo kompenzimi pronës, është bo me rrugën në gjithë të rreth rrotullimit, jo me rreth rrotullimit. Do më thonë, është kthejës aty, edhe matë lokacion është bo kompenzimi, aty veç se ka ekzistu rruga. Do më thonë, të pak të në 40 vjetë, aja rrugë ka ekzistu. Po ka qenë aty një pjesë, nështë ta shadiqysh janë aty dokumentat, ka qenë një pjesë që deshtë ekstra me ju kompenzu. Po ma mërmendja se ajo gjatë ka shku tash e punë, nuk më majtë mendën e që 2013 që 13 vite. Do më thonë, po, është kthesa kur, do më thonë rrethi ku është edhe është kthesa që të mrapa stacionit të autobusave. Do gjë është bo me ekspertiza, është përcaktu sa ju ka marrë aty, sa ju ka kompenzu aty, kur gjë ma tepër që të dhonë. Po është kry ekspertiza prej anës ekspertve që janë të katastrit, inxhinierve adekvat të katastrit, bas të ekspertizës ju ka kompenzu, ju ka bo ajo kompenzimi i pronës. Po, a dini... Ju ka marrë aty, ju ka dhonë atje. Jo personalisht, a keni njoft këtë pronarën e tokës Destan Kasniqi? Jo, as pak së kom njoft. Personi që ka nënshkruar vendimin përfundimtar për kompenzim të pronave është ish kryetari i komunës së Gjakovës Palekaj. Për ta sqaruar situatën e kemi kontaktuar edhe ish kryetarin Lekaj, por ai na ka orientuar që të gjitha dokumentacionet i kërkojmë në komunë pasi atij nuk i kujtohen të gjitha situatat. Arsyeja që të thirra me të pyetë në lidhje me një rast sa keni qenë kryetari i komunës së Gjakovës, bëhet fjalë për një kompenzim të pronës me një pronë që ka qenë në emër të komunës së Gjakovës të tregu Rize afër shkollës Yllmërina, me një pronë të rrethi afër stacionit të autobusave. Nuk e di atë kujtohet si rast personi që është... Jo, më thonë se kanë kalu shumë vite e kije gjitha shënimet e ki në kuvendin komunal dhe asë që kom një ide. Kanë shku në nëse janë shku në përmjet asamblesë komunale. Jo, është shku përmes avokaturës komunës, mas në ju si kryetare keni miratu në fond si procedurë. Po deshta me të pyet për shkak se prona që është kompenzu, do më thonë ajo të Yllmërina, tash ka përfundu të ish drejtori i bujqësisë në kohën e juj të Ismet Jusufi. Nuk kom me ide çka është as po di, besoni. Kanë kalu që sa vite. Po. A din që ka përfundu tash ajo prona? Jo, kom ide, besoni as, kom ide. Gjone gjitha shënimet janë nga dhasër edhe
Adem aty mund të merë një informacione sakta, se mujmë me gabu. Po. Shka që unë asë kom ide. Mirë, a ke njoft Destan Krasniqin është personi që ka kompenzu prona në atë kohë? Po nuk di, falë. Unë jam pa të thamë që nuk kom ide për këtë qeshtje. Okej, e qartë. U bo. Luftëm, nëse kur do, kone në akaun, pytnin nga dostër, janë të ninët, s'ka mund të në thonë najt diçka që nëse unë të antiligjore, janë i merë përgjësit taj që i gabon. Po, e qartë. Atim s'kom ide, më besoni. Prona cila ndodhet prapanesh diku ishte pronë e komunës së Gjakovës. Sot në të ndërtohet një objekt privat dhe ndërtuesi është ish drejtori bujqësisë në komunën e Gjakovës, Ismet Jusufi. Prona kalon nga pronësia e komunës tek një pronar privat në një procedurë të shkëmbimit të pronës publike me një pronë private, e cila 3 muaj më herët ishte blerë nga një mik ish drejtorit.